Протестот беше поддржан од албанските политички партии. Додека опозицијските партии беа присутни на протестот, владеачките партии ја изразија својата поддршка од далечина. Генералниот секретар на ДУИ Арбар Адеми рече дека ако ова прашање не е решено 30 години, зошто да не се реши денес? Nëse s'ka qenë 30 vite në gjuhën shqipe, a nuk duhet edhe sot jetë? Sot është parashtru kërkesa, sot u aktualizu kërkesa, mandje nuk duhet fare kërkesa. Dhe sot ne po e shohim qëndrimet e Fillkovit, i cili thot, provimi i jurisprudencës është provim për kontrollin e njohurive gjusore njerë, thot. Pastaj, pas 2-3 jave, kër e shë se gabon në rënd, thot se është provim profesional dhe se nuk është procedurë administrative. Edhe të njëra, edhe të qetra gënjen. Ligji është i qartë. Од Влен вела дека во изминатите 2 децении имало 7 министри албанци од ДУИ во Министерството за правда и не го решиле ова прашање. Председателот на БЕСА во Влен Билјал Касами рече дека партијата на Ахмети ги крие своите неуспеси по протестите на студентите. Sigurisht që përkrahim çdo protest studentëve dhe ashtu siç e kemi deklaruar që nga kryeministri dhe eksponent tjerë të qeverisë që ne garantojmë që kjo çështje do të zgjidhet ashtu si duhet, por është ironike ajo që partitë opozitare veçanërisht BDI sot ka dalë në përkrahje të studentëve për të zgjidhur problemet të cilat ajo ju ala këtyre studentëve. Por mund të them që jam krenar se sot studentët janë të lirë të protestojnë edhe përkundër faktit që kjo çështje u është garantuar që do zgjidhet. Премиерот Мицкоски вчера изјави дека владата формираше група уставни експерти кои работат на наоѓање решение кое ќе биде уставно и во согласност со меѓународните стандарди.